الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, prej tij ndihmë kërkojmë dhe vetëm prej Allahut falje për gabimet tona kërkojmë. Kënd udhëzon Allahu subhanahu wa taala, askush nuk ka mundësi të devijojë, dhe kënd e le Allahu azza wa jall në humbje, askush nuk ka mundësi të udhëzojë posa Allahut subhanahu wa taala. Andaj udhëzimi kërkohet vetëm prej Allahut azza wa jall. Salatë, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta ja drejtojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, sidomos sot në ditën e Xuma. Në ditën e Xuma, ku kjo ditë ka qëlluar edhe në 10 ditëshin e shejt. Dita e Xuma, ditë e shejt, dhe ka qëlluar në 10 ditëshin e shejt të 10 ditëshin e Dhulhijhes, ku edhe i shtohet shejtëria dhe vlera dhe shpërblimi i Xumas. Andaj besimtarët duhet që këto raste, sidomos sot, ta shfrytëzojnë mundësinë me lutje, me ibadet, me dhikr, përmendje të Allahut subhanahu wa taala, gjë që të fitojnë më shumë shpërblime tek Allahu azza wa jall, dhe se lutjet e tyre, sidomos sot, janë më se të pranuara. E lutim Allahun azza wa jall ta pranoj lutjet tona, t'i falë mëkatet tona, na ndihmoj dhe neve dhe mbar muslimanëve kudo që t'jenë nëpër botë. Vëllezër të dashur besimtar, në këtë Xuma do të përmendim 3 hadithe që kanë të bëjnë me ëmbëlsinë e imanit. Allahu azza wa jall ka deshtë që besimtarët praktikues të fesë islame jo vetëm t'i kryen obligimet që i kanë rituale fizike, por njëjtën kohë që gjatë kryerjes së obligimeve, detyrimeve që i kanë prej Allahu subhanahu wa taala, të ndihen edhe shije dhe kënaqësi në zemrat e tyre. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: 3 gjëra kush i posedon, 3 gjëra kush i posedon do ta shijojë ëmbëlsinë e besimit. E para, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma, që të jetë pejgamberi Allahu dhe pejgamberi i tij, dërguari i tij, më të dashur tek ai se sa çdo gjë tjetër. Wa yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dhe me desh dikë vetëm për hir të Allahut, jo për diçka tjetër. Dhe e treta, dhe më urrejt kufrin, pa besimin, sikurse që urren të hidhet në zjarr. Kush i posedon këto 3 gjëra, ai njeri e ka shiju ëmbëlsinë e besimit. Sa më shumë që t'jemi ne korrekt me këto 3 gjëra, aq më shumë do të ndijim kënaqësinë shpirtërore në zemrat tona. Do të ndijim praninë dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala tek vetvetja jonë. Pra të arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na këshillon gjë që e para të jetë dashuria Allahut dhe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbi çdo gjë. Mbi pasurinë, mbi fëmijët tona, mbi shpirtin ton, mbi vetveten ton, mbi çdo gjë. Të jetë pra dashuria Allahut dhe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dashuria Allahut dhe e pejgamberit, domethënë e dojmë pejgamberin për hir të Allahut azza wa jall, jo se e barazojmë Allahun me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam asesi, por ne e dojmë pejgamberin për hir të Allahut azza wa jall, sepse Allahu ka dërguar atë pejgamber dhe ai na ka urdhëruar neve që ne ta dojmë pejgamberin edhe ta praktikojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra dashuria për hir të Allahut azza wa jall e bën njeriun që të jetë korrekt në praktikimin e fesë së Allahut azza wa jall, ta zbatoj
me përpikmëri urdhën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e bën besimtarin që ta pranoj dhe ta praktikoj sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikurse që kanë vepruar sahabët. Nuk kanë pyet sahabët, nuk e kanë pas zakon me pyet, a është farz apo sunet. Çka ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë vepruar sepse kanë ditë që çdo gjë që ka vepron pejgamberi sallallahu apo në çka na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në atë ka hajër dhe ka shpërblim. Për arsye nuk kanë pyetur se a është farz apo është sunet, a është prej fesë, po e kanë zbatu, e kanë ditë që shpërblehen për atë çështje. Dhe është hajër, dhe është më hajër dhe më e mirë për besimtarin ai i cili e praktikon Kur'anin dhe praktikon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çdo kohë. E dyta që pason është me dash dikë për hir të Allahut. Me dash të afërmin familjar është dashuri natyrale, e lindur. Por nëse ai familjari është edhe fetar dhe besimtar, atëherë nëse e don për hir të Allahut, shpërblimin e ke më të madh. Sepse je duke dash për hir të Allahut subhanahu wa taala, jo për interesa. Andaj, feja islame na mëson neve që t'jemi të sinqert edhe me shoqërinë tonë, edhe me shokët tonë, edhe me familjarët tanë, që kur t'i dojmë vetëm për hir të Allahut azza wa jall, e jo për interesat e dynjas. Sepse ajo çka duhet për dynja dhe ai çka duhet për dynja është e shkurt, është afat shkurt dhe ndërpritet. Vetëm ajo dhe ai që duhet për hir të Allahut subhanahu wa taala është një dashuri afatgjate. Dhe e treta në këtë hadith, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me urrejt kthimin në mosbesim, në kufër. Ai i cili ka qenë në mosbesim, më pas është udhëzuar në islam, ai disi e din se çka është domethënë kufri dhe ku ka qenë. Por dikush i cili ka lindur musliman, ndoshta edhe nuk e din rrezikun e kufrit e pabesimit. Për atë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ngjason këtë çështje, thot me urrejt kthimin në mosbesim në kufër, sikurse që urren hedhjen në zjarr. Sa është e hidhur për njeriu, sa është e dhimbshme, sa është e urrejtur hedhja në zjarr, edhe më shumë duhet të jetë pra urrejtja dhe trishtimi i kthimit në mosbesim. Vëllezër të dashur, në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka shijuar shijen e imanit ai i cili është i kënaqur me Allahun subhanahu wa taala për Zot. Dhe me fen islame, për fe ka marrë fen islame, dhe për pejgamber e ka zënë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ai njeri i cili është i kënaqur me Allahun për Zot, dhe çdo gjë që vjen prej Allahut subhanahu wa taala është i pajtimit. Është i pajtimit me caktimin e Allahut subhanahu wa taala, është i pajtimit me urdhat e Allahut dhe me ndalesat e Allahut subhanahu wa taala. Është i pajtimit me çdo gjë, me krijimtarinë e Allahut subhanahu wa taala, me dhuntitë e Allahut azza wa jall, me gjërat që na ka dhënë dhe që nuk na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, është i pajtimit në përgjithësi me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Është i pajtimit me Allahun në rehati, është i pajtimit me Allahun në vështirësi. Nuk e harron Allahun subhanahu wa taala, e don dhe është i kënaqur me Allahun subhanahu wa taala për Zot. Dhe me fenë islame, është i kënaqur me fenë islame, e din që feja e pranuar e vetme që ka thënë Allahu në Kur'an është feja islame. Me fenë islame shpërblehet, me fenë islame do ta fitoj xhenetin Allahut subhanahu wa taala. Me praktikimin e fesë islame mbrohet prej dënimit dhe ndëshkimit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe është i kënaqur me pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që atë ta kemi pejgamber dhe udhërrëfyes
e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e praktikon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky njeri e ka shijuar ëmbëlsinë e Islamit. E lutim Allahun subhanahu wa taala të na bëjë për atyre besimtarëve të cilët vazhdimisht e shijojnë ëmbëlsinë e besimit. E lutim Allahun subhanahu wa taala ta ngjallë në zemrat tona dashurinë ndaj Allahut dhe dashurinë ndaj pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E për të fituar kjo, vëllezër të dashur, duhet që njeriu të jetë respektues ndaj urdhnave të Allahut azza wa jall. Së pari me namazin, më pas me dhikr, sa më shumë ta përmend Allahun subhanahu wa taala. E katërta, e treta me lexim dhe meditim të Kuranit. Me lexu fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe e katërta, ndeja me shoqëni të mirë të udhëzuar, ta bëjnë të dashur Allahun dhe pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslima ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur besimtar, hadithi i tretë në lidhje me këtë ka të bëjë me gjinin femërore, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një këshill për mbar femrat dhe motrat besimtare. Thot, ajo grua e cila nuk e respekton burrin e saj, nuk e shijon ëmbëlsinë e besimit. Kështu që dietarët kanë thënë, një grua e cila nuk ndin kënaqësi gjatë faljes së namazit, nëse nuk ndin kënaqësi me mbulesën që e ka mbi kokë, nëse nuk ndin kënaqësi gjatë lutjeve dhe gjatë zbatimit të fesë islame, le të kontrollon marrëdhënien dhe si ka punë me bashkëshortin e saj. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që nëse nuk e respekton burrin, nuk e shijon ëmbëlsinë e besimit. Me një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgëzon gratë besimtare duke i thënë, ato gra që e falin 5 kohët e namazit dhe agjerojnë në Ramazanin, i falin 5 kohët e namazit, e agjerojnë në Ramazanin, e ruajnë nderin e tyre dhe respektojnë burrin, do të hyjnë nga cila do derë e xhennetit. I thuhet atyre, hyjnë nga cila do derë që dëshiron ti. Andaj, kjo o vëllezër të dashur është feja islame. Feja që na mëson respekt ndaj Allahut, respekt ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, respekt ndaj urdhnave të islamit dhe respekt ndaj bashkëshortëve. Elusim Allahun azza wa jalla na uzoj në rrugën e drejtë. Elusim Allahun na i fal mëkatet. Elusim Allahun subhanahu wa taala ti largoj brengat tona. Elusim Allahun azza wa jalla ti plotësoj dëshirat tona. Elusim Allahun ti ndihmoj muslimanëve ku të që jenë nëpër botë. Elusim Allahun ti mëshiroj të vdekurit tanë, ti shëroj të sëmurit tanë. Elusim Allahun azza wa jall që vendi ynë të jetë në xhenetin Firdaus bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.